do jeni thjesht... Po e lexoj. Armata e disinformimit. Tani ta lexoj unë këtë, që ta kuptoni se ku konsiston. Deklarata e politikës së shoqatës së psikologëve amerikanë për kujdesin gjithë përfshirës të bazuar në prova për persona transgjinor me diversitet gjinor dhe jo binar, kundër dezinformimit dhe për rolin e psikologjisë. Sepse dezinformimi ka qenë ai rolin e psikologjisë, po, më pëlqej kjo? Në përputhje, ka dalë në shkurt të 2024-s. Në përputhje me misionin e shoqatës, APA quhet, për të promovuar shkencën psikologjike për përmirësimin e jetës njerëzore, kjo deklarat riafirmon mbështetjen e APA-s për qasje të pakufizuar në kujdes shëndetësor, përfshirë kujdesin afirmues, është ky për cilin po flasë. Po se duam që ka dalë është kujdes afirmues. Por e duam të jemi afirmues të këtë për fëmijët, adolescentët dhe të rriturit transgjinor me diversitet gjinor dhe jo binar. Informim publik të saktë, e përsëris të saktë, dhe të bazuar në shkencë, edhe këtë e përsëris. Çfarë është shkenca? Rreth identitetit gjinor dhe kujdesit kritik. Studime shkencore. Po jo, po çfarë është shkenca këtu? Studime shkencore, pra. Çfarë pasoja kanë ato? Si ndihen, si duhet trajtohen dhe çfarë kujdesi duhet i afirmosh. Ja, një sekond. Mos e kujdesi afirmues gjinor duhet të jetë jo i detyruar, i përshtatur sipas nevojave individuale, i mbështetur në shkencë psikologjike, duke e trajtuar diversitetin gjinor si pjesë të diversitetit njerëzor. Ju jeni dakord që ata janë njerëz. Jo, më kush e tha, mor? Janë absolutisht njerëz. Problemi nuk e kam me ata që ju quani transgjinor. Jo, me le ta them. Ne nuk kemi gati nga ana ekonomike. Nga ana ekonomike jemi gati për gjithë atyra që ofrojmë. Po le të jemi më gati. Kjo s'u kontribuohet atyre që drejt. Nga ana profesionale, nga ana profesionale, të tjerëve. Sepse niksi është me prioritete. Ne niksi me prioritete. Se fakti që do vrasë vetës, është prioritet. Jo, nuk më kuptova. Është prioritet. Po e trajtojmë problemin. Trajtojnë mundit cilat janë vdekje prushte të para dhe ato kanë buxhetin më të madh. Që kanë incidencë më të lartë. Dikush është çështja e fuqishme që problem për kufizimin që lexoj nga APA, që është shoqata e psikologëve amerikanë, shoqata psikologëve amerikanë, çfarë tregon? Ky është një problem psikologjik. Definicionet edhe çfarë do të thotë që duhet marrin pjesë. Problemi psikologjik nuk trajtohet me mjekësi biologjike, trajtohet me shëndet psikologjik. Ky është problemi i kësaj. Problemi psikologjik problemi psikologjik e zgjidhin me mjete për të deformuar trupin. Kjo është absurditet. Ç'është ky afirmim që duhet bëjmë ne? Ne duhet ta refuzojmë afirmimin. Individuale ajo. Është individuale. Kam të drejtë po them është problem psikologjik apo jo, se vetë për kufizimet po Suela se me të kam se time. A kanë dhënë beta bloker këta? Kush? Në të fundet të ndryshme të Europës, si tani nuk e japin më. Pa e kanë dhënë në mënyrë masive. Po e kanë dhënë, kanë bërë. Po mirë, po ky është genocid apo ç'është? Kanë bërë genocid. Po ç'është, do të thotë kanë bërë gabim, ke bërë gabim me djalin tim, po unë të çaj ballin. Unë personalisht. Ai ka bërë gabim me djalin tim. Të gjitha vendet. Me mua bë gabim. Unë personalisht i mjek. Po flasi shqiptar, nuk po flasi APA, edhe MAPA. Unë po them. Do kush atë të bënte për fëmijët. Po nuk na e than pra që janë kundra apo jo. Jeni kundra për fëmijët apo jo? Tani jam kundra. Suela, nuk është hedhur kjo teza që thotë Kaoni, është hedhur kjo teza dhe është përndar edhe në mënyrë masive. Patjetër. Është përndar. Dhe ne sot nuk e dim nëse na fusin hormone të caktuara në ushqime, të cilat na çojnë të mendojmë që nuk kemi rat me seksin tonë. Po kjo është e gjitha. Por të gjitha shtetet. E kanë dhimbën edhe të ulur edhe potencë.